Përshëndetje miq, po bëjmë këtë pastrimin e vreshtit, sepse do ta shartojmë gjithin, po heqim këto degat e trasha, e pastaj do vazhdojmë me shartimet, cilët shqipothuajse janë gati. Shive kanë bërë pastrimin komplet, do të qanë pak këtu, janë shumë okay, janë të gjitha në rregull, dhe të gjitha pasi të pastrohen edhe këmbët, pasi këta do t'i marrim për tru, do vazhdojmë të merremi me shartimin. Ja janë pastruar ashtu siç duhet, shive sa diell që rrushi. Kjo është gjithë i pastërti që po t'i bësh direkt, du t'u bësh kanale poshtë nëse i bë direkt, edhe zen, po kështu është më i sigurt. Pra, e gjithashtu rreth 100 copa, që i kam prej këtu gjitha, 100 copa do t'i bëjmë të gjitha rrush tjera. Për Maraklit dhe ato që kanë qef frutikulturën, Tuxhediku i uron një ditë të mbarë dhe këtë natë kadri sa më të mirë të qetë për gjithë muslimanët, kudo që janë respekt.